strukturuar. E kuptoj, për ju zonja Nuria, se pas që kishit një replik. Fatikisht, të paktën në bazë të dhënave të fundit, pjesa më e madhe e migrimit që keni thënë, domethënë që është vënë gjithë herë në duke, mosha 20 deri në 39 vjeç, po bëjnë pjesë më të madhe, janë mbi 60% e këtyre moshës që migrojnë. Dhe ajo që për mua është shumë shqetësuese është për të veshur qarqet të Shqipërisë, të paktën mbi 45% e gjithë popullsisë në qarqe me përjashtim Tiranës, që bën dallimin, janë mbi 50 vjeç. Do thotë që qarqet kanë ngelur, nuk po futen brenda bashkive dhe komunave sepse di që ato janë gjendje akoma më dramatike, por të në tregojnë që popullsia jonë po plaket në mënyrë të shpejtë. Dhe ndërkohë bien lindjet, vazhdon emigrimin me termat pa u zvogluar ky migrim, pa kaluar në një zbutje të tillë, do të thotë që shumë shpejt ne do jemi gjendje as paguajmë pensionet, nuk do jemi gjendje as të ri për të rinë popullsinë. Për të ri popullsinë duhet një shifër 2.1 lindje për një grua. E kemi 1.1 për momentin. Jemi vendi i tretë në Europë me lindshmëri më të ulët. Edhe tërmujori parë që e thash tregon që lindshmëria vjen, njerëzit emigrojnë, popullsia rritet, pra nuk do jemi në gjendje jo të plotësojmë tregun e punës, pas paguajmë pensionet atyre njerëzve që ngelen në Shqipëri. Një sekond, nëse dhe qeveria besoj i ka këto sigurisht që i ka se shërbimet e instatit janë. Dhe këto janë statistikat zyrtare. Pikërisht, e vërteta mund të jetë pak më dramatike. Por, nëse qeveria i ka këto shifra, a është kjo arsyeja pse po duket sikur me një farë mos kokçarje edhe me pak humor po i shtyn pensionistët drejt tregut të punës? Sërish, se e di shumë mirë që nuk ka më pensione. Mua më ka bërë përsipër diçka tjetër. Domethënë ka bërë kështu që qeveria përharton politika për pjesën e moshuar. Po. Që për mua është skandaloze. Sigurisht që duhen politika për pjesën e moshuar. Po politika për të rinj një, për mos larguar të rinj nga Shqipëria, sepse kjo pjesë e moshuar do jetë më mirë që se ka të rinj të afër. Sigurisht. Nëse ne bëjmë politika për të moshuarit, janë plotësisht dakord, hapja azileve, universitete deri diku që thon, por nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është të pengojmë emigrimin, se rikthimi atyre që kanë larguar për mua është tepër i vështirë, por do bëjmë politika për të rinj që të integrojmë tregun e punës, të kenë paga të kënaqshme, të arrijnë të bëjnë një jetë dinjitore.